përderisa unë incizojsha derset e Ramazanit në klan. Po. Aty kur i bëjsha incizimet për Ramazan, për një moment u bë pak hit hoxha i nderuar Muharrem Ismaili. Po. Për kthimin që e bori Muhamet Zekiri hutbës. Edhe videon që e postoi Muki te klani, po. Edhe aty pastaj ti e bën një podcast me Hoxhën Muharrem. Po mora në podcast një intervistë. Intervistës me Hoxhën Muharrem, domethënë unë në asnjë moment asnjë politikani nuk i kam thonë ai don pyetje. Nëse mi ka kërku, i kam thonë jo. Hoxhës Muharrem atë ditë i thash, apo i don me i pa çka kam përgatit. Po. Veç Hoxha ka pas këtë mirë prej mej, edhe ai nuk e shfrytëzoi. Ka jo si du. Edhe vërtet në pyetje nuk e kam pas çënume që me pyet ishte afër Ramazani edhe me i thon një mesazh për Ramazan. Kërkuis, nuk e kisha para pati, edhe merdhi kështu. Në fund të emisionit i thash Hoxhës, thash një mesazh për Ramazan. Shumë interesante ka qenë që mesazhi i Hoxhës ishte goditës për mua. U pa të emocionu shumë. Unë do kisha dash të për shkak se na afrohet edhe Ramazani, muaj mëshirës, solidaritetit, sakrificës. Do kisha dash një mesazh shkurt prej teje. Mesazhi ynd do të ishte me dy llafe. Çdo kush që ka bën jetë të agjeron, le të fillon të përgatitet për Ramazan shpirtnisht, moralisht. Le të fillon të mendon si do ta filloj Ramazanin duke u pajtuar me babë, me nan, me vëlla, me shok, me dashamir, me dikuj që ka bo pa drejtësi. A tjetri cili s'ka agjeru vitin e kalun. I themi për i Zatë Zotit, eja me neve hyp në anijën e shpëtimit, mos ja lejo vetvetes që kjo knatësi shpirtërore imanore që të dhurohet në muajin e bekuar të Ramazanit, mos t'jesh edhe ti pjesë përbërëse asaj knatësi. E që gjithë të fillojmë këtë muaj të bekuar me pendim. Të mbushim zemrat me dashuri, jo frigoriferat me ushqim. Jo frigoriferat me ushqim. Të bëhemi Ramazanli, që i mbushin zemrat me shumë punë të mira e adhurime të llojshme që i ofron kjo stinë e bekuar. E jo të bëhemi masrafxhi, që temë kryesore e ditës tonë të jetë çka do hajmë në iftar e çka do hajmë sifir. Këtë kuptim dhe minimalizim i vlerës së Ramazanit. Ramazani na e bën këto mesazhe. Askush mos t'ia lejon vetvetes që në Ramazan të hije i dhënushëm me gruan e vet, të hije i dhënushëm me fëmijët e vet, të hije i dhënushëm me nan, me babë, me familje, me farefes, me kushëri. Unë do kisha dash të jem gjithçka të bëjmë si profesori, vetë do kisha dash në këtë mesazh të jem para teje, ama më ke emocionu shumë, janë shumë fjalë të doja, hoq. Realisht, unë do kisha dash që askush të mos hynë Ramazan i dhënushëm me babën e me nonën, me krejt antarë të familjes. Ramazani është shumë muaj mëshirës, unë falenderoj shumë për këta mesazh shumë të bukur që i ke dhënë në fund. Thash, do kisha dash të jem gjithçka, do bëhem si profesori, po këtë mesazh më ke emocionu shumë e më ke rëndu, do të tregoj pse mbas emisionit. Background, po. Do të tregoj pse mbas emisionit, po Allah është përblef për këto mesazhe të mira, dhe inshallah ke ndiku të gjithë ata të cilët realisht ndoshta janë i dhënushëm me babën e me nonën. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Klan Maqedonin, Muhamet Zekirin, si redaktor dhe gjithë stafin. Falenderoj shumë që më mundësuat edhe unë të jem pjesë përbërëse e këtij emisionit të mire të bukur. Për shkak se unë e kam bërë publike historinë time familjare, personale, dhe nuk kisha pas kontakt me prindin, me babin, një periudhë 10 vjeçare. 10 vjet. 10 vjet. Edhe hoxha më ra në shenjë, tha, mos e hini Ramazanit i dhënushëm me babën a. Se ka të ki. Mos e gjëno ka të demek. Edhe sikur me mësu dikush. Unë u emocionova shumë, se ishte mesazhi i hoxhës ishte shumë goditës. A hoxha nuk e ka ditë fare? Se ka ditë që unë për shembull me prindin babën sfol 10 vjet. Edhe mbas emisionit hoxha i shpreh më shumë se unë se nashta pse më prek i mua, e kupton? Edhe unë thash më fal kush të ka treguar, e kupton, a kina i informata, se e bëj për herë parë këtë publike. Në asnjë medium tjetër se kam thonë që komunikimi me babën është zero.
Edhe hoxha tha, jo, kërkoj falje që jo thash s'm ke prek, po nuk jom prek prej teje, po jom prek prej mesazhit. Në me qa që rand ishte për mu. Njerëzit falin sua. Veçanërisht prindërit. Pa marrë parasysh se cili është gabimi i ti, se njerëzit edhe gabojnë një jetë ashtu si që thatë. Po e rëndësishme është që përfundimi me qenë i mirë. Prindi im fatkeqësisht ka pas edhe ai situata të rënduara. Edhe ndoshta ato kanë qenë shkaqet që e kanë larguat emocionalisht prej meje, që në moshën 14 vjeçare, 15 realisht, unë kam dalë prej shtëpie dhe s'jam kthy më kur, kam jetu vetë. Për shkak të problemeve që unë i parë se nëna biologjike unë se kisha njoft deri në 18 vjet. Ajo kishte shku kur i kam pasun veç 8 muaj. Edhe unë kur e pash tash haj ma mirë po jetoj vetëm se s'dosha me kriju unë çdo herë vu kam hik problemeve. Nuk dosha tash me hajde po e gjejmë fajtorin, po bëjmë konflikte se kush i ka pas fajet, pse ka shku nana, du me jetu i qetë. Du me jetu i qetë dhe s'du mu kthy prapa. Një ndër ata pikat për me qenë i lumtur është që mos me ju kthy të kalumes. Po me mbyllat kapitull edhe me shku për para. Edhe unë s'dosha me ju kthy të kalumes, s'dosha me shku për para, me taku nanën, me jetu i lumtur. Po që normal që ti prej atyre njerëzive rrethi që e qanë problematikën, që ti të ka mungu personi më i rëndësishëm i jetës, se krejt mujna me i blej, po nonën e në babën se ne blej, ma po. Edhe tash pas 10 vjetëve dikush po ma krun të qatë plak. Unë 10 vjetë sua, mos menoj që stash, nashta këtë intervjist kanë me komentu shumë. Mos menoj dikush që është let me jetu 10 vjetë pa babën. Mos menoj dikush që është let me jetu 10 vjetë pa babën dhe pa nonën. Edhe prej një mosh, hajtë mere një fmi, sot 14 vjetë edhe lëshoje që aty. Ta shofish që ka me bo. E unë qashtu, unë 2 javë ditë sua kam qenë në park qytetit, në Gostivar. Edhe... S'ki pas ku me... Ja, s'kom pas kërkun. Mazane, një ndër arsye që jam regjistru në medresë është ka qenë konvikti. Se atë mujt me flejt. Edhe, nështë ajo ka qenë shkaku që unë mu njofta alama shumë e fe. Unë kam qenë shumë, kam falë për skot namazit, elhamdulillah kam qenë, asë njëherë nuk jam largu prej fes, prej bindjeve fetare. Pa marë parasysh që njerëzit nashta najherë edhe kanë mujt me mpa më alkohol se unë se fshehi. Po, askush nuk e din në aksham, unë kujt i drejtona. Edhe unë suat çdo herë kam pas lidhjen me Zotin të pandërpreme. Unë vetë kam qenë në shtëpi, edhe në mbrëmje veç me to jam marr. Unë lidhjet më të mira se me to si kam pas me kur një tjetër. Absolutisht. Kam pas lidhje shoqërore, unë jam njeri dëshmia më e qartë se si njeri ecën veç me shoqni. Unë përpara kam ec fal shokëve, fal rrethit tim të cilët më kanë asnjëherë nuk më kanë nal. Çka duhet kjo që urna? Çka duhet kjo urna? Më thonë unë kom pas rreth një shoqni çaq të mirë, sa që nuk më zhdesh kërkush për me ec përpara. Gostivarit njihet për bujarinë e tyje. Ama unë kam jetu në Tetov. Gostivarit Tetovi me nove. Gostivarit njihet për unë kam jetu në Tetov. Edhe, dhe më thonë, aq shoqni kam pas. Aq njerëz më kanë shtyr përpara. Po edhe prej Gostivari. Në karrierën time në gazetari kam nisë në TV2 Gostivar. Kam pas 2 koleget shumë të mira të cilët mi kanë mësu hapat e parë në gazetari. Kështu që kur e përmendi hoxha, kur e përmendi plakën, edhe kur ta përmend një njeri qaq i strukturun fetarisht, si Muharrem Ismaili, më thonë nuk është loj. Prej që aty nalet mo gjithë shka që njerëzit, a di sa njerëz kanë fol mu, Pajto. O, sa njeri, sa shoku. Ama kur ta thot një njeri strukturun fetarisht, që ki kujdes, se nuk është loj ma. Pa marë parasysh gabimet edhe që unë kam qenë i qetë shpirtnisht se nuk i kam hinder hakat, i kuri. Më thonë, e mira e krejtë sa i punë është që unë s'kam qenë gabimi. Edhe unë si kam hinder hak kur. Edhe hoxhës Muharrem që të shtuja, thash unë si jam, aj që i kam bo gabimin. Edhe tha, qka për e ti me të kërku falje baba, ani se ka baj gabimin. Edhe hoxha Muharrem tha unë e di sakt që edhe e ka jetu gabim qatë periudën që e ka jetu pa ty. Edhe nuk ka qeni qetë, edhe vërtet s'kish qeni qetë.
Hoxha Muharrem Ismaili insistoi që ti Insistoj pajtohesh. Hoxha Muharrem thoi që unë nuk shkoj prej klanit, si ishte dhe Muhamet Zeqiri aty. Hoxha Muharrem thoi që unë shkoj prej klanit, pa më thonë muki se ka ti kemi më pajtu me babën. Bëma numrin e telefonit e thiri unë. Po që është një problem tjetër. Baba jem që asaj periudhe ishtë të jetu i vetëm edhe ai në qytet, në Gostivar. Nuk jetoj ke në fshat dhe familje vetë. Për shkak disa problemeve qera që u krijuan, rrjedhimisht edhe ai doli dhe jetoi vetëm. Gjatë asaj periudhe, unë e patëm lënë me ty me Hoxhën Muharrem një iftar apo. Po. Ama para asaj ne doishte unë të pajtohem me babën se po niste Ramazani, edhe unë kur qish dojsha me nis Ramazanin i dhnushëm, prej që ati momenti që Hoxha më tha se ka te ki. Pa marrë parasysh kush është gabimi. Gjatë asaj periudhe, Zoti madh e bari që vllajem edhe mami Mjerka, që unë i thom mami, shpesher kur di referon mamit i referon Mjerkës, mami edhe vllau dojshin me kësi babin në shtëpi. Shi si u li situata. Unë kujt si thash sen. Ata vetë dojshin me kësi në shtëpi. Ama veç ai një jeti i mirë jemi. Dhe me thënë paramendoje, veç një jeti me zemër që unë i thash okej, krejt le të përfundojnë, unë kam me u pajtu me babën, e pruni punën që ata dy me i zbut edhe me marë, me i thonë babit hajde në shtëpi. E lidhi punën, babi erë në shtëpi. E kam edhe një shok tjetër, unë e Leo Kalishta, Luan Durmishin. Leo ja, si të vu, unë e sua veç me atë e kom hapë zemrën, me që këtë shokin. Edhe shpesh herë kur shkoja në qytet, babi më punon të taksi, se është shumë emocionu se kjo pjesë. Edhe i thosha, isha me Leon, edhe i thosha Leo, hajtë për bëm edhe një gjiro dhe nashta mos për shohim, se shihim shpesh herë të punu taksi, veç për du me pa. Kishe dëshirë me pa, Më thonë, unë kure shija edhe isha i kompletum, se shtash jam shumë emocionu. Pa marë parasysh krejta asaj, që kishë ndodhë, une kure shija, veç e shija në vetun të knaqke. Edhe shpeshera i shoku qajke bashkë me mu në kërë. Qajshin bashkë me Leon. Edhe thoj ke Leoja, po pse kështu, thosha, nuk e kam let. As kush nuk e din atë momentin kur të mungon një mesash i babës, shembull. Edhe të ka mungu 10 vjetë, nuk janë një ditë e dy. Gjatë saj periudhe, une edhe Leoja insistoj tha qëtash ma si po vinë shpi hajde se po pajtosh edhe ti. Edhe une po ma isha qëndrim para ti, apet. Atë ndej ndryshe isha. Edhe i thosha jave, thosha s'më muj me afale, kuptan, të hajtësem. Ja, ti mundesh, ti duhesh, ti duhet me bo. Edhe me një moment u dorzova. Thash okej. Thash hajtë bo në punën. Thire në dark. Edhe e kom thire në dark, i kom pajtu me babën. Alhamdulillah. Edhe alhamdulillah tash i kemi shumë mirë, i kom hap një market atje në fshat, një dyqan të vogël edhe po punon. Mashallah. A shifësh tash? Shifëm tash. A, Po ki qaf dëgjojemi, njëre, e kom qaf njëre, e kom përqafu, dëgjojemi në telefon. Është pa marrë parasysh është. Çka do me konë? Është baba. Është baba. Edhe do me thonë, me datë 9 e kishim ne terminin me Hoxhën edhe me Mukin me ty e me hongër iftar, apo? Po, Edhe tu hongër iftar, une, pi thëm Hoxhës, hej, sot, thëm e kom një andër, Hoxhë, tash krejt më u bo, tash i kom një andër, thë qa andër e ki mëre? Tash du me shku numre. Në qabe, tash du me shku. Edhe Hoxha tha, be ma pasaport. Unë qëlloj, ma pasaportën e kom me vete. A i se di ke që më pasaportën e kom me vete. I thash më thuj kështu sene, se une Ati që e pasaportën me atë, tha bën e foto. Stakfirullah, thash hajtë se po e bëj foto, thash po gjabet me ta quve që foto me mamaj pasaportën time. Tha jo, be po vjen numre me mu, tha ti e misafiri e numre. Edhe une u bo me shku në qabe. Unë kam qenë i pari registrum të grupi i umres, Nur Umre, të Muminit. Edhe a beson, që po ta rumbullaksoj kështu njerë, masandej po ti tregoj detajet. Nga me thonë, qysh nuk nodhi more sen. Krejt kanë shku në vi, shku ma qe, edhe ka qenë, këdi, përjetim i paharushëm. Emocioni i papar. Po sua kjo nuk erdi rasisht. Krejt kjo. Edhe po ja u them, po ja u lidhi qëtash. Dhe me thënë,
prej të një jeti pastër që i kisha une për me u pajtu me babën. E që i zbuti zemrën e mamit dhe të vllaut tim për me thirë babën me u bo bashkë edhe ato. E që Zoti një jetin tem edhe këtë mirë temën e shpërblehu më tha ti do është me artë e unë misafir. Shumë e vërtet. Ti te unë e ki venin. Të ka shpërbli Zoti. Po, tha, ku ka shpërblim atë madh se me shku me fal një namaz sa 100.000. A ka shpërblim atë madh? S'ka, nuk ka pare më të madhe që i kish mbulu këtë pajtimin ti me baba. Këshisa të kisha kërku, edhe milionat me i pas. Kot, Zoti tha, ja, shpërblimin ti te une. Heste, ka, dhe jesh misafirje. Unë, se krejt ato që shkojnë qabe janë misafir Zotit. Se pa më thiraj, ti mund është mi pas miliona e miliarda. Qa që sën hin, sën shkon. Ja, sën shkon. Edhe i tha, unë po të shpërblej këtë mirë, dhe këtë zemër gjërësi, dhe këtë zemër bathësi tondën, me në vizit në shpin time. Edhe krejt mundet me thonë, se hajtë se unë po i bën 1.500 euro, se kollaj është me i bën 1.500, unë e disa herë i kom pas ka 1.500 euro për me shku numre. Ty benzot s'ka pash nevoj as hoxha muare me mthirë, as nur umre masandej me ma letësu me i bo video edhe me ma letësu pjesën qeter, kur kush. Dhe me thonë s'ka pas nevoj as i shkoj, kom pas mundësi me pagu 1.500 euro dhe me shku numre, ama ja, s'kish vlerë pari aty. Me thonë, kotë se i kom pas unë 5.000 euro në gjepe, 10.000 euro në gjepe, kotë, se kom pagujt asë njerë se më kishku në mendun me shku në umre. E ertë momenti, Zoti më thiri, tha ti që tu me u balansu pak, edhe me fal një namaz sa 100.000, edhe s'ka shpërblim atë matë. Prandaj, krejt ato që në këto momente që shohin, edhe që nështë menojnë se prindërit, veçanërisht baba edhe nana, nuk flasë për pjesën qetër të familjes, amë për babën edhe për nanën. Se krejt qerët mund është me i hajtë se mi gja daja këto ato. E qartë. Ama nona dhe baba. Nëse ata dikush në këtë moment më shef mu. Edhe është i dhnushëm me nonën e babën, lirisht le të qohet me njëherë, le të shkruj edhe le ta përqafoj se ai moment ma nuk thehet. 10 vitet e mia që unë i kom hup pa babën nuk thehen. 18 vitet e mia që unë i pata hup pa nonën nuk thehen. Edhe krejt që ato që i kam bo probleme mos mendo se Zoti vakthen. S'kush nuk merret, nuk shkon te ai para ti me një bar që e ka me dikon të këndej. Edhe krejt në këtë botë do paguhen. Shpërblimet më të mëdha që njerëzit që kanë mu pajtu me babë me nonë, krejt këtë botë edhe paramendojnë 9 ditë ka zgjat ajo distanca mes shpërblimit Zotit edhe takimit të me babën. 9 ditë. Hiç më shumë se 9 ditë nuk e zgjati shpërblimin. Atë shpejt. Atë shpejt e bani. Do të thonë për 9 ditë unë isha i pari regjistrum për numre.